Çfarë është heshtja? Ti gjithë po shikoj se duan të dinë se çfarë është heshtja. Të dish të heshtësh është gjë e madhe. Shumë pak dinë të heshtin. Shumë janë ata që nuk heshtin, sepse është rivaliteti njeriut që bën që ti të flasësh. Por nëse keni vënë re, heshtja është virtyti i të zgjuarit. Një që hesht ose një që di të hesht, di dhe si të dalë nga situata. Kjo vepër këtu është e një artisti gjysmë amerikan dhe gjysmë spanjoll. Një pjesë e madhe e njerëzve mendoj se është thjesht një portret. Por unë mendoj që heshtja është thelbi i ekzistencës së një njeriu. Pse e them këtë? Sepse nëse një njeri di të hesht, padyshim ai ka virtyte të tjera. Pse e them këtë? Sepse nëse e keni vënë re, heshtja është virtyti i një njeriu të zgjuar dhe i njeriu që di se si të sillet. Nuk është e thjeshtë. Sepse edhe unë që po e them, shpeshherë është tepër e vështirë, shumë e vështirë, sepse ti kur e ke llogaritur që ti don që të heshtësh, prapë se prapë nuk mund të heshtësh dot, sepse ka një sër arsyesh që ti nuk mundesh që të heshtësh. Dhe në këtë rast që po ju them, është vështirë që ti të zgjedhësh, për shembull, nëse ke dikë përballë teje që ti po diskuton për një argument që prek ty, prek të gjithë, prek atë, prek këdo. Dhe ti ndonjëherë je i detyruar që të përgjigjesh. Mirë po, është mirë që të heshtësh. E përsëris edhe një herë, heshtja, me një fjalë, kush di të hesht, është virtyti më i madh i njeriu. Ky është mendimi im. Tani do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për heshtjen? Sepse unë jam i bindur që heshtja, para të flasësh për heshtjen, është gjëja më e madhe dhe është gjëja më e vështirë. Kështu që pres komentet tuaja. Ju përshëndes nga Madridi dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme.